Unë jam e do mbi Tyqi, i lindur me 26/07/1990. A jeni të më dëgju? Po, veç vazhdo. Unë, në bazë të adoleshencës edhe kalimit tim kriminal në gjendje narkotike, e kom mashtru kategoritë më të rënda të qenies njerëzimit në vendin tim. Dua t'i përgjigjem vendit tim dhe ta vuaj dënimin që kam bërë për vendin tim. Edhe ju shpreh keqardhje krejt popullit që i kam dëmtu. Dhe që fatkeqësisht Serbia s'na mon asnjëherë gjeth. Dua t'i kthejmë familjes time që mungojnë që për 10 vite tona, që kam mashtru shqiptar, kam mashtru invalid, kam mashtru të smur. Shpresoj që përmes kësaj bisede, përveç dënimin nga shteti, më bojnë Allah krejt popullit shqiptar. Do më thonë me asa po e kuptoj të shtash në Serbia, po? Unë jam Serbi edhe kom shprej pendimin tim që të më dënoj shteti Kosovës sa doj. A e këthyn Kosova ala jatja? Nuk jam këthyn Kosovë për arsye të maltretimin nga forcat policore. Jam gjendje atë mje shëndetësore. Do më thonë po e bën jetë më këthy, e ki jetë më këthy. Unë e kom jetë më këthy në momentin që e kam një shkresë që policia e Kosovës nuk më maltreton gjatë kthimit tim në vendin tim o t'i përgjigjem gjobat popullit tim. Do më thonë që po dhënë garanci edhe në rast se të garantojnë që s'u maltretu kthesh në Kosovë. Unë e kthejmë Kosovë dhe betohem që popullit tim, qoftë fëmijët më të vogël që i kam bërë dëmtimin më të vogël materialisht, do t'i përgjigjem. Do t'i përgjigjem shtetit Kosovës, prokurorisë, gjukatës e tonë me radhë. Po edhe lojme të shumë ta që dhe shumë njerëz e kanë denoncuar që ti ke mashtru. A më kallzon për Është e vërtet që ju mashtru, se personat që janë ndikim drogës e kokainës e alkoolit mashtrojnë njerëz. Nuk i ki asaj përgjegjësie, vetëm dua që të kthehem në vendin tim o ta vuj dënimin në vendin tim që kam bërë gabimin më të madh në jetë. Tash nëse e mundet na tregu, se kjo po gjithashtu mashtrim, përveç kësaj që ka ndikim drogës e alkoolit. Varësit nga drogat dhe alkooli pyetni psikolog, psikiatra dhe ju drejtojnë më mirë. Unë kisha dash popullit tem me ju lut me mba falje, se shqiptarët e kanë zakon falin, por nuk du me më fal ta që ja u ka marrë, po du me më fal që me u këthym vendin tim me vuj dënimin, edhe me më dhonë ko prej 2 vite me ja pagu krejt borgje që kam shtetit tim e shteteve komshi. E pravërsisht, sa para u ka marrë këtu në përmet mashtrime? As vetë nuk e di. Sa mëret me ka pravërsisht, 5 shqiptore, 6 shqiptore ma shtonë? Deri në 70.000-100.000. Në përgjithësi, krejt rase, a vëshime në rasaktuar? Krejt rase. Krejt rase, a e tash, me qenë se tha, po duhen 2 vite me i këthy, në më thonë, halo, që të pare nuk i kita, që ke shpenzu. Në momentin që më denon gjukata shtetit tim, prej momentin që ta kryj burgin, i du 1 vjetë ko, edhe në temron policit Kosovës, kujt i kam borgjë e qka i kam borgjë me maru. A e kone e arësin Kosovë për shto? Shumë herë. E mandi e arratisa? Jo më arratis, e jetojnë në Serbi. Kësa e arratis? Që 5 vjetë. Ju kam këthy rrugës Zotit, edhe kam qef që çdo shqiptari që i kam bo dam. Me emër, me mbi emër, çdo familje që kam lëndu, çdo familje që kam plas zemër,
përveç se burgu që të ta vujnë vendlindjen time, në momentin që ta nga burgu du një vjetë ko me maru krejt gjonat që kam bo popullin tim. Unë kam problemin, vetëm që mos të kesh trajtohen për forca policore kosovare, se për nëryshe çdo shqiptar që ka jashtë uniforme, që ka gjak shqiptari, e din që falë. Apo më kalzajnë, e qysh i ke bërë shumë ashtrimit, a dhe qysh i kanë prej fillimi deri në fund që ke marrë kohën? E ke zgjedhur kanë që ka pasur Prej fillimi deri në fund mush i hun drogë, e mashtron njerëz, jo ti jap çikaç, jo ti çoj çikaç. Po shembull ke zgjedhur kanë që ka pas nevojë shembull në shëru, ti të shkëdoj. Iku për zgjell krejt, nuk më lën njeri pa mashtru. Bollo po mo. Ne du që me u kthy shtetit tem, me vujt dënimin shtetin tem. Edhe momentin që kryj dënimin, prej momentin që kryj dënimin, për gjukatës më ndonë një ko, një vjeqare me u kthy krejt njerëzve. Po, e prapësisht, atë kujtohet Sara se janë kanë që te i ke shfrytzuar i mashtru njerëzve, për shembull Sonja Smut, Plot janë konë, nuk më kujtohet kur gjo.